Të nderuar të pranishëm në këtë xhami, vazhdojmë me mësimet dhe porositë që i marrim nga libri Riyadus Salihin të Imam Neveviut rahimahullahu taala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kurani fisnik dhe hadithet pejgamberit sallallahu alaihi wasallam me të cilat i ndriçon besimtarit rrugën drejt Allahut subhanahu wa taala. Jemi në kapitullin e përpjekjes dhe dhënjes së mundit në rrugën e Allahut dhul xhelal, në hadithin e 111 me radhë, që nga fillimi apo hadithin e 17 dhe të fundit në këtë kapitull. Dhe filluam dje, e lexuam hadithin dhe e përkthym dhe filluam e folëm për çështjen e zullumit dhe se Allahu ja ka bë haram zullumin vetes dhe ja ka bë haram njerëzve. Dhe se përfundimi i zullumit është poshtërsim edhe në nshmim dynja, edhe normalisht ka me dhënë llogari të dhëmshme ai njeri edhe në ahiret. Dhe folëm se Allahu dhul xhelal komunikon me robët e tij në mënyrë të afërt me ta, duke treguar dëmshurinë që ka për ta dhe mëshirën e madhe që ka për ta. Dhe folëm rreth mënyrës se si komentohet Kurani, duke i grumbullu ajetet dhe duke kriju pasqyrë të plot rreth asaj që don Allahu të thot me ajetet e caktuara në Kur'an. Vazhdojmë me pjesët tjera që kanë mbetur nga ky hadith. Thot Allahu dhul xhelal në këtë hadith kutsi: "Ya ibadi kullukum dalun illa man hadaytuhu fastahduni ahdikum." O ju robët e mi, të gjithë janë të devijuar, të lajthitur përveç atij që udhëzoj unë, andaj kërkoni udhëzimin prej meje që ta udhëzoj. Dhe kjo pjesë e këtij hadithit lidhet me vullnetin dhe dëshirën e Allahut dhul xhelal absolute, që s'ka mundësi të udhëzohet askush përveç se me dëshirën dhe vullnetin e Allahut dhul xhelal. Për këtë shkak, kur ti je i udhëzuar, duhet kuptosh se Allahu ta ka dashur të hajrin dhe të mirën, dhe ka pa të ti parë dhe virtytet të mira që i ke, i edhe i udhëzuar. Dhe normalisht udhëzimi është kategori. Ki udhëzim fillestar dhe sipërfaqësor, dhe vazhdon të ashtosh udhëzimin tënd derisa të arrish gradat e bindjes së plot për të cilën kemi folur në kapitujt e mëhershëm. Andaj besimtari në çdo namaz që falet e lut Allahun që ta udhëzon dhe t'ia shton udhëzimin. Dhe themi në çdo namaz, në çdo rekat, kur e lexojmë Fatihan, ihdina siratal mustaqim, o Allah na udhëzon në rrugën e drejtë. E tash ti falesh, që do të thonë je i udhëzuar, por kërkon prej Allahut me ta shtu udhëzimin dhe me ta vazhdu udhëzimin. Pse? Sepse ka mundësi dikush më udhëzu edhe në gjysmë rrugës më kthy prap. Me lën udhëzimin. Kemi në raste sot, mos flasim për të kaluarën, raste kur njerëzit kanë filluar me fal namaz një kohë dhe pastaj e kanë lënë dhe kanë praktikë namazin. Është bë i drejtë dhe i mirë një kohë, pastaj është lodh dhe e ka praktikë atë veprën e mirë dhe devotshmërinë. Andaj zemrat tona janë dorë të Allahut. I ndron Allahu si don ai. Dhe për këtë shkak, o Allah, siç ka bëu dua pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ja muqallibal qulubi thabbit qalbi ala dinik, o ti që i ndron në zemrat, forcoje zemrën tonë në fen tonë. Zemrën time në dorën tonë. Ose ka thonë, ja musarrifal qulubi sarrif qalbi ila ta'atika, o ti që i ndryshon zemrat, orientoje zemrën time rreth ose drejt adhurimit tënd. Për këtë shkak, edhe udhëzimi i jot nuk mundet me qenë i plot pa ndihmën dhe përkrahjen e Allahut subhanahu wa taala. Pastaj çdo përpjekje që ti e bën të mirë, çdo vepër të mirë, ajo të ndihmon që ti jesh edhe më i udhëzuar në rrugën e Allahut. Siç thot Allahu në Kur'an: "Walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dhe ai që përpiqet dhe lufton
në rrugën tonë, atë do të udhëzojmë rreth drejt rrugës tonë. Do thot të ndihmon Allahu Dhul Xhelal që t'jesh më i udhëzuar nëse ti bën vepra të mira. Dhe këtu dënshesh ajo lidhja reciproke mes udhëzimit që vjen nga Allahu dhe veprave të mira që i bën pas udhëzimit, të cilat ta shtojnë ty dhe të ndihmojnë në udhëzimin tanë. Andaj vazhdimisht kur flasin hoxhallarët për shkaqet e dobësimit të imanit dhe shkaqeve të forcimit të imanit, i përmenin veprat e mira, se ato ndihmojnë që shtohet imani jot dhe udhëzimi jot. Dhe që gjunaat normalisht shkaktojnë dobësimin e imanit tënd dhe dobësimin e udhëzimit, ndoshta edhe ndërprerjen e saj. Allahu të udhëzon, pastaj të mëson që të kërkosh udhëzimin prej tij, pastaj kërkon që të mëson që të bësh vepra të mira që të ruajnë udhëzimin dhe normalisht mërish te Allahu Dhul Xhelal me vepra dhe udhëzim të plotë. Pastaj thot: Ja ibadi kullukum ja'in illa man atamtuhu fastat'imuni at'imukum. O robët e mi, të gjithë jeni të uritur përveç atij që ushqej unë, andaj kërkoni prej meje ushqimin që t'ju jap. Ky ajet, do dikush ka ky hadith, dikush ka mundësi me thonë, jo, po unë e punoj vetë dhe fitoj rrezikun dhe pastaj e blej ushqimin dhe ha. Mirë, po krijuesi i ushqimeve dhe krijuesi i shkaqeve për të fituar ushqimin është Allahu. Ti je realizues atyre shkaqeve. Mirë, po Allahu i ka kriju ato. Se nëse fillon të analizosh, për shembull, më herët tregtia ka qenë me mall, nuk ka qenë me pare. Atë mall e ka kriju Allahu Dhul Xhelal. Se kanë qenë mallat gatshme, pa i prodhue edhe pa i fabrikua ato. Po edhe sot që është bërë tregtia me pare, ato pare do thot janë kriju prej ndonjë lande. Ajo land është e krijuar me për Allahu, landa e parë. Po ajo land është ekuivalent i një vlerës që ka parë, qoftë ajo ari apo argjend. Përsëri ajo është e krijuar me për Allahu. Do të shkon ku ta çosh, fillimisht çdo sen është e krijuar me për Allahu. Kjo është si start të gjitha gjërat që ne i përdorim. E dyta, edhe atë që ti e fiton me cilën e blen ushqimin tënd, është risk që ta çon Allahu Dhul Xhelal. Ti mundesh me mundu me punu 10 orë, 15 orë edhe në fund me të shkuosh puna krejt. Edhe kundërta, ndodh njëherë punon 1 orë, 2 orë edhe fiton ndoshta më shumë se kur ke punuar 10 orë, apo ndoshta një ditë apo ndoshta një javë. Dhe për këtë shkak duhet secili me ditë se rrezikun, madje edhe kafshatën e gojës, ta sjell Allahu Dhul Xhelal, edhe vetëm për ati duhet me lip në mënyrë absolute. A do të thotë kjo që ti mos me dal me punuar, nuk do të më thonë. Ti e bën sebepin, ama ti jesh i bindur që sebepi vetvetiu nuk e sjell rezultatin. Pa qenë aty i pranishëm vendimi edhe dëshira Allahu Dhul Xhelal. Andaj thotë këtë rast gjithë jeni të uritur përveç atij që ushqej unë, andaj kërkoni prej meje ushqimin. Normalisht ka ulema që japin edhe koment simbolik kësaj, që nevoja për ushqim edhe për pije të shpirtit të tij, të cilën nuk ka mundësi me ushqy përveç se me forcimin e lidhjes së tij me Allahun subhanahu wa taala. Ja ibadi kullukum arin illa man kasawtuhu fastaksuni aksikum. O robët e mi, gjithë janë zhveshur përveç atij që e veshi unë, ande kërkoni prej meje petk të veshmathes që unë t'u jap ata. Edhe kjo ka të bën me të parën, mirë, po edhe ka të bën me mbulimin e trupit dhe mbulimin e tmetave që i bën, që ja jep Allahu Dhul Xhelal besimtarët nëse ai e kërkon prej Allahu subhanahu wa taala. Edhe jeta kështu vazhdon. Ti vazhdimisht ke nevojë për gjëra të ndryshme në jetë, të cilat nuk mund t'i fitosh nëse nuk të lejon Allahu Dhul Xhelal. Pra dëshirat i absolute den shesh në çdo gjë dhe për çdo gjë ti ke nevojë me e lidhë zemrën tonë me Allahun, atij me i drejtue dhe prej tij me kërku. Pastaj thot inna ya ibadi innakum tukhti'una bil-layli wan-nahar.
Kur e tregoj në këto raste të para vullnetin e Allahut absolut dhe se njeriu jeton nën pushtetin e Allahut dhe se nuk ka mundësi me dal nga pushteti i Allahut apo me dal karshi pushtetit të Allahut. Për shembull, këtu në dunja nuk të bëjë një shtet dhe shtet tjetër. Ligjet e një shteti nuk pëlqejnë, shkon në tjetër kon. Ama përgjithësia ku me shku? S'ki ku shkon, ti ke me met detyrimisht në pushtetin e Allahut. Edhe në mbikëqyrjen e Allahut, edhe në dëshirën e Allahut xhelal. Nuk mundesh me shku. Kudo që shkosh, vlen ligje që ka caktuar Allahu subhanahu wa taala. Dhe për këtë shkak duhesh ta kesh parasysh këtë gjë kur jeton ti këtë dunjë. Pas kësaj, kur e tregoi Allahu pushtetin e tij absolut, dhe se ky pushtet ekziston në bazë të drejtësisë, që është kundër të zullumit që përmendëm në fillim, atëherë e tregon rahmetin e tij. Do të tregoj drejtësinë e tij, tregoj pushtetin e tij absolut, tani e tregon rahmetin e tij. Dhe thot, o ju njerëz, o ju robët e mi, ju bëni gjunahe natën dhe ditën. Dhe zakonisht ma shumë bën gjunahe natën se ditën. Andaj e fillon innakum tukhti'una bil-lejli wan-nahar, bëni gjunahe natën dhe ditën. Wa ana akthiru dhunuba jami'a, dhe unë i fali të gjitha gjunahet, të gjitha. Andaj kërkoni falje prej meje që t'ua fali. E tash, pa e kërku t'i faljen, pa u pendu, pa e braktis të keshen, pa ndike që ardhe për atë gjuna që e ke bo, pa e vendos që mos t'i kthej e shkur, Allah s'ta fal. Sidomos gjunahet e mdhoja, shirk, kufër, apo gjunahet e mdhoja tjera. Ti dvoglat janë në dëshirën e Allahut, ka mundësi dikujt mjafshi edhe pa pendim për tyre. Me veprat e mira që i ban ndoshta bën sebeb mjafshin ato gjunahe. Siç përmend pejgamberi sallallahu alaihi wasallam punën e namazit e punën e agjerimit e kështu me radhë. Sa ato i shlyin mëkatet që bëhen mes tyre nëse largohet prej mëkateve të mëdha. Mirë po, kjo thirrje është një thirrje e madhe që ja leton se si njeri pa marrë parasysh sa ka bërë gjunahe dhe sa është zhyt dhe përllom në to deri në kiçel. Do nuk ka, do thot, derë të mbyllur. Siç përmendëm në hadithin e atij, kemi folur për pendimin që ka vrarë 99 njerëz. Kriminal, zullumçar. Mirë po edhe për te ka pendim. Dhe për këtë shkak kjo pjesë, kjo porosi, kjo kërkesë e Allahut neve duhet me pas parasysh se cili. Ju bëni gjunahe natën edhe ditën, ama unë i fali gjunahet. Andë kërkoni falje prej meje t'va fali. Veç ato ka mush menja ti me kërku falje. Keme gjetë faljen të Allahu subhanahu wa ta'ala. Andaj, kush analizon Kur'anin dhe ajetet që flasin në lidhje me këtë temë, i gjenë të shumë ta. Se Allahu e manifeston gatishmërinë e tij për t'ia falë gjunahet njeriut kur ai e vendos më u pendu. Por nuk ka sen që nuk mund të përmirësohet nga e kaluara. Veç a e ke vendos ti më bo buri mirë, shprehe atë Allahut, pendoju Allahut, kërko falje për ti, u kry puna. E hap një fletë të re, të komunikimit me Allahun, të falen të kaluarat bilem, sikur që kemi të regu disa hëna, bilem për rahmetit të Allahut dhe dhuratave të tija të shumë të ndaj njeriut, edhe atë gjunaja shëndron në sevape. Këtë se gjenë kërkon. Edhe kjo është tamam rahmet absolut i Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj kalon në fazën tjetër për me të regu se Allahu nuk ka nevoj për askënd dhe se askush nuk ka mundësi mi bo dam Allahut e as dobi. Dhe se dikush menon se vallaj si të bomi ketë na musliman po fitoj ka Allahu dishka, si fiton kur gjo. Pa dhe kundërta, me qenë ketë na jo musliman, jo besimtar, nuk e dëmton kjo aspak Allahun dhe gjelal. Edhe thot, ja ibadi innakum len të blogu dhurri fa të dhuruni, wa len të blogu nefi fa të nfauni. O rob të mi, ju asë që ka mundësi me mbodam, asë që ka mundësi me mbodam dobi. Këtë kjo pun është nëse
bën për vete mirë, nëse bën keq, bën për vete keq. Wa man ahsana fali nafsihi wa man asaa faliha. Kush bën mirë, man amila salihan fali nafsihi wa man asaa faliha. Kush bën vepër të mirë e bën për vete, dhe kush bën keq e bën për vete. Allah absolutikisht nuk fiton kur gjë për kësaj, as nuk humb kur gjë për tjetër. Që mos më mendu ti kanë edhe me thonë vallaj, që sa musliman u bënëm, fitoj. Jo, së fiton kur gjë, ti fitove. Andaj edhe kjo të regon, e largon çdo lloj keq përdorimi të fesë. Për shembull, nuk është Islami fe që lufton për shifra, për numra. Sikur se ndodh për shembull tek fe tjera. Ata mjaftohen me statistika. Shko të evidentohu i çfarë do lloj feje, që të hiqë statistik. A je praktikant asjes është më rëndësi? Jo, neve s'na intereson shifra. Neve në intereson të shpëtoj shtet, të bësh besimtar i vërtet. Por shifrat s'është më rëndësi. A jemi pak, a jemi shumë, a jemi abet i parancishëm është për ne. Edhe pse faktet flasin se është fe ma e përhapur, edhe me shpejtësi më të madhe deportuese tek popujt e ndryshëm. Me statistikat e tjerëve, jo të muslimanëve. Se na nuk kemi institucione për me bo statistika botnore, muslimanë, fatkeqësisht për tash. Ama dalin ata që e kanë gajin e numrave dhe shifrave, edhe detyrohen me thonë që vallahi Islami është fe ma e përhapur, do thotë në këtë kohë. Por qëllimi i Islamit nuk janë numrat edhe shifrat. S'është më rëndësi na jemi 1 miliard, a jemi 500 milion, a jemi 2 miliard. Më rëndësi është që na të jemi musliman si duhet. Se kush është fiton në dunjë dhe në ahiret. Kush nuk është badjava si shkon dikur musliman, nëse nuk është e përnimet. Te Allahu gjykon gjërat jo në dunjë. Edhe tjerët nuk i intereson kjo punë. Më rëndësi është që unë të jem shumë me numër. Se a e ka për politik, a e ka për dominim në dunjë, se ka për te Allahu. A nëse kemi këtë problem. Në te Allahu që do t'jemi, a do t'jemi të mirë të shqip. Por në dunjë, nuk është më si që ka më blerson të mua. Edhe për këtë shkak, nuk i bëjmë dam Allahut nëse bëhemi jo besimtar, as nuk i bëjmë dobi Allahut nëse na bëhemi besimtar. Kush fiton edhe kush humbi kësaj? Na njerëzit. Edhe këtu tregon që kjo ka të bën tamam me fe. S'kante as politik, as diplomaci, as do thot interesa tjera. Thjesht ka të bën me fe. Bën e mirë për vete, bën e keq për vete. Ti ke me gëzu të mirën, edhe ti ke me vujt të keqen, edhe në dunjë, edhe në ahiret. Edhe kjo do i largon të gjitha kalkulimet tjera që s'kan të bëjnë me fe, me dorëzim para madhnisë Allahut subhanahu wa ta'ala. Pastaj vazhdon me tregue edhe ma qartë këtë parim dhe thot, ja ibadi o rob të mi. Nëse të gjithë njerëzit, nga i pari deri te i fundit, jo vetëm njerëzit, po edhe gjendë zbashku me ta, bëhen si njeriu ma i devotshëm. Kjo nuk ashton pushtetin Allahu. Allahu e ka pushtetin absolut. Allahumma malik al-mulki tu'ti al-mulka man tasha wa tanzi'u al-mulka mimman tasha. Allahu është pronar i të gjithë pushtetit që mund të ketë në këtë gjithësi. Dhe ai jep kujdon pushtetit dhe ai merr kujdon pushtetit. Edhe kjo po shihet. Gjitha analizat e qendrave analitike që i harxojnë miliona dollar, bëjnë analizat e veta edhe bëjnë kalkulimet e veta. Del puna ndryshe këtë. Pse nuk janë ata që japin pushtetin kujtën ata. Por është Allahu ai që jep pushtetin kujt dën ai. Andaj nëse këtë na bëhemi të devotshëm, nuk i shtohet pushtetin e Allahut, sa ai ka absolut pushtetin. Askush mos më ekzistua, ai ka pushtetin. Miliarda me ekzistu, nuk i shtohet atij pushtetin. E ka çet pushtet. Se ai e ka kriju vetë. Edhe çdo gjë është në dorën e tij, edhe nën dirigjimin dhe kontrollin e tij subhanahu wa taala. Edhe kjo gjithashtu na bëhet e vërtet, edhe bindimi në të, sa më shumë që jetojmë, edhe sa më shumë që domethënë shohim në mbushet me një. Edhe kundërta, pastaj thot, nëse të gjithë njerëzit nga i pari deri te i fundit, miliarda njerëz, triliona njerëz,
Po të shtoj edhe gjend, Allahu e din sa janë ata. Do thot numër maramendës, shumë i madh. Shumë i madh. Nëse bëhen si njëri më i keq, nuk ja pakson pushtetin Allahu për gjëra. Edhe kjo lidhet me atje tash më herë, do pse? Se qëllimi i Allahut është që ata të udhëzohen e të fitojnë vetë. Allahu edhe po të mos ishte asë njeri, do të ishte i falendruar, edhe do të ishte i adhuruar, edhe do të ishte do thot me gjithë pushtetin e tij i pavarur për asgjës. Por kur e krijon njeriu, i ja jep të gjitha të mirat atij. Me mendje, me krijim të plot, me pejgamber, me libra, me gjithësi këtë disponim të atij. Që ai të jeton të kënaqet këtë dunjë dhe të kënaqet në ahiret. Ai të jetë të mbar edhe të mirë dunjë dhe normalisht jetë të lumtur në ahiret. Dhe për këtë shkak kjo tregon një raport komunikim shumë të pastër mes Allahut edhe njeriut. Që për me tregu Allah se këtë kjo është veç për ty edhe të mirët tone. Një respekt edhe nderim i veçantë që ja on Allahu njeriut. Andaj e thot Allahu në Kur'an: وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ. Na e kemi nderuar njeriun, edhe kemi ngrit mbi shumë krijesat që i kemi kriju, qofshin ata në tokë apo në ujë. Do të është njeriu i nderuar edhe i ngritur për Allahut. Këto raste tregojnë të vërtetojnë edhe një herë këtë gjë. Që çdo sen që ka bërë Allahu ka bërë për ty, për të nderuar ty, edhe për të ngrit. E tash ti mos u bën krye neç e me shku të poshtë. E meron nivelin e kafshëve që i ka kriju Allah me qenë shërbimin tanë, apo madje meron ma poshtë se ta. Kur ti nuk i shfryzon ato elemente ndihmëse për të perceptuar realitetin që ti ka dhënë Allahu subhanahu wa ta'ala. Pastaj tregon gjithashtu thesarat e mëdhaja dhe pasurinë e madhe që ka Allah, dhe se ajo nuk i paksohet me asgjë, dhe thot: o rob të mi, nëse gjithë njerëzit nga i pari dhe të fundit mirë me një vend, edhe çdo kush e ka kërkesën e vet, me na thonë neve tash, hajde kërkoni që jemi na këtu. Do me kërku nuk është vështirë, kërkoni disa dush. Po paramendo këtë qyteti, paramendo këtë shteti, paramendo këtë dynjoja. Me kërkuet çdo kush nevojat dhe kërkesat e veta, edhe fantazijat e veta. A i paksohet pasuria Allahut dhe të mirat e tija nuk i paksohen. Nëse, edhe ka pu shembull për me kuptu këtë më qartë, nëse ti e merr një gjelpon, edhe është i ndeti, a mund është i me vërejt paksimin e ujit ndeti? Sa mund do të marrë një gjelpon prej? Veç ajo që lagët vetë. A mund është i me vërejt paksimin? Nuk mund të më vërejt. Në këtë rast ti ke marrë një uj edhe është marrë një pjesë. Për bëtë Allahu dhullar asë qash nuk mangësohet. Pse se Allahu dhullar, sigur se thamë deri tash, është krijues i gjithat mirave dhe i ka me bollëk. Dhe jo jep njerëzve sa don ai subhanahu wa taala. Dhe tregon Allahu në Kur'an se po të jep ke njerëzve shumë pasuri, do të shtohej zullumin në tokë. Andaj Allahu dhullar dikun e jep, dikun se jep, për me krijuar, për me kriju balans edhe për me kuptu njerëzit vlerën dhe dhuntin e të mirave dhe vlerën e sabrit në vështirësi edhe në fatkeqësi. O rob të mi, ju i bëni veprat e unë i regjistroj dhe i llogaris. Mos thoj dikush Allahu më bëni pa drejtësi, më shtini në xhennet pa e meritu, apo më shtini në xhehenem pa e meritu. S'ka mundësi kjo mendo. Se thamë në fillim Allahu është i drejtë. Dhe ka bu haram vetë zullumin. Dhe kështu që nëse hin xhennet kemi hi me rahmetin e tij. Po normalisht drejtësia nuk e lën Allahun me të shtinë xhenet pa e meritu, pa bën ndonjë vepër që
bëhet sebeb me meritu xhenetin dhe pastaj rahmeti Allahut me të ndihmu. Po gjithashtu nëse hin xhenem nuk hin pa e meritu. Edhe Allah nuk bën zullum. Punët e tuja, çka ke bë, Allahu i ka regjistru edhe i llogarit. Vjen dita i shef. Andaj çka thot femen wajada khairan falyahmadillah. Ku shef fletorin ti vepra të mira, ditën kur të për Allah, le të falënderojnë Allahun për udhëzimin e tij, për ndihmën në udhëzim, edhe për vazhdimin në udhëzim dhe për përfundimin në udhëzim. Të gjitha këto janë ardhur dhurat prej Allahut. Dhe plus ai pastaj ta paguon këtë punë që ti e ke dhënë me do thot me të mirat e tij me xhennet. E nëse nuk e gjen këtë, mos e shaj kërkan se s'ka faj kërkosh fajt i ki vetë. O man wajada ghayra dhalika fala yalumanna illa nafsa, veç vetën tënde qortoj. Normalisht nëse i bim shkurt këtyve gjërave, e para nderi që ja vën Allahu besimtarve dhe se i lavdron ata duke i fut në kategorinë e atyre që janë rob të Allahut. E dyta se Allahu tregon se zullumi nuk mundet me qenë cilësi e tij. E treta se njeriu duhet me lip udhëzimin me vepra dhe me dua dhe me përulje para Allahut. E katërta se rrezku është dorën në Allahut dhe se besimtari duhet me hulumtu shkaqet, por duke i mbështetur Allahut dhul xhelal. E katërta, njeriu është i nevojshëm për Allahun në çdo rast, në çdo çast, e në të gjitha veprat, të vogla apo të mëdha që fshin ata. E pesta, Allahu dhul xhelal nuk i bën dobi adhurimi jon që e bëjmë, e as nuk i bën dëm gjunahet tona që e bëjmë. E gjashta, rahmeti Allahut është i madh, edhe e çel derën Allahu për të gjithë njerëzit, pa marrë parasysh çfarë gjunahe dhe mëkate kanë bë. E shtata, njeriu është ai që e zgjedh me punën e mirë apo të keqen, Allahu sa imponon me bot mirën apo të keqen, edhe këtu del shëshliria që ka njeriu me zgjedh mes të mirës edhe të keqes. Edhe e teta, se Allahu dhul xhelal don që njerëzit ta lusin atë dhe të kërkojnë për ti që ai t'u jep aq sa lipin ata dhe sa kërkojnë. Pejgamberi sallallahu alaihi wasallam tha kërkoni për Allahut shumë se Allahu ka edhe më shumë. Dhe kjo ka qenë një nxitës i madh që sahabët vazhdimisht me kërku për Allahut dhul xhelal, jo për njerëzve. Se njeriu sa do që të ketë pasurinë ka të kufizuar. Allah ka pa kufi. Andaj kërkoni për Allahut çdo gjë. Edhe kërkoni për Allahut shumë. Edhe se Allahu ka edhe më shumë, edhe kështu kanë vepruar sahabët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Thamë se Abu Idris al-Khawalani rahimahullahu taala kur e tregon këtë hadith ulej në gjunjë për respektin e madh që kishte në këtë hadithit, për shkak të këtyre mësimeve të mëdha që i ka, kurse Imam Ahmedi rahimahullahu taala ka thonë se hadith më të madh nuk transmetojnë banorët e Shamit se sa ky hadith. Lutim Allahun xhelal që na bën për robët të tij të vërtetë, të sinqertë dhe të devotshëm, e të fitojmë këto mirësi dhe mbarësi dhe bereqete që i ofron Allahu xhelal. Wallahu ta'ala a'lam. Sallallahu ala Muhammedin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. واغفر له كل ذنب يخشاه يوم القصاص ومن عليه بلطف